Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit Petrit Kryeziu në një konferencë për media së bashku me zyrtarë të Policisë së Kosovës konfirmoi ndalimin e 109 komisionerëve zgjedhor të dyshuar për falsifikime të rezultateve të zgjedhjeve të fundit në Prizren. Të ndaluarit ai dyshohen për falsifikim të rezultateve zgjedhore, presion, kanosje e rishfet për vota. Kushdo që guxon të fut duart në vullnetin e qytetarëve do të ballafaqohet me forcën e ligjit, njëjtë sikurse si janë duke u ballafaquar sot një pjesë e madhe e siç patjetër do të ballafaqohen edhe shumë tjerë sepse nuk mbaron me këtë numër të saktshëm. Sot 4 prokurorët e Departamentit Krimeve të Rënda janë marrë me procese dhe kanë dalë edhe në stacionet policore dhe kanë lëshuar 109 vendime për ndalim. Pra deri në momentin që po flasim i kemi 109 të ndaluar për vepra penale të falsifikimit të rezultateve zgjedhore, për presion e kanosje e për dhënje e marrje të rishfetit. Pra sot kemi pas edhe situata ku kemi fituar edhe dëshmitar bashkëpunues, kemi pas situata ku na kanë treguar se si kanë ardhur presionet dhe kemi pas situata pra që kanë treguar edhe kush ka marrë dhe nga kush ka marrë edhe rishfet. Kryeprokurori Kryeziu tha para mediave se hetimet janë marrë përsipër nga Drejtoria për Krime Ekonomike, duke zbuluar parëgusi serioze gjatë procesit të numërimit të votave. Ai tha se dyshohet se janë shtuar mbi 40.000 vota dhe janë hequr më shumë se 27.000 vota, duke krijuar kështu një diferencë prej 68.000 e 17 votash. Klasë që ka dalur e pakeq përdorur që është 0 dhe maksimalja thash që është mbi 2.400 vota. Për ta pasur edhe më të qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtruar hiç më pak se 14.497 vota. Dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota. Pra diferenca totale e keshpërdorimeve është 68.017 vota. Pra po flasim për një organizim, po flasim për dashje direkte për ta përmbytur rezultatin, po flasim për përmbytje edhe të vullnetit të qytetarëve. Do të ishte e pamundur të ndryshoheshin gjithë këto vota, po të mos kishte kompromis të gjithë komisionerëve atyre që kanë qenë të deleguar nga 4 partitë më të mëdha politike në Republikën e Kosovës. Ai është pyetur nëse do të ketë ndëshkim edhe për kandidatët politik të cilëve u janë shtuar ose hequr votat. Ai është përgjigjur se deri tash nuk ka prova për përfshirje direkte të tyre, po që dhe atyre do t'u jepet mundësia që të ballafaqohen në gjykatë me të dyshuarit për manipulime.